Parashikimi i motit për ditën e sotme, çfarë pritet të ndodh me temperaturat. Për ditën e sotme, vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme. Moti parashikohet me kthjellime dhe vranësira kryesisht përgjatë relieveve malore të vendit. Në orët e mesditës në jugperëndim të vendit, rreshje lokale shiu me intensitet ulët. Temperaturat maksimale pritet të arrijnë deri në 17 gradë Celsius, ndërsa ato minimale në 2 gradë Celsius. Era do të fryjë me drejtim verilindje veriperëndim me shpejtësi mesatare 7 metër në sekond përgjatë vijës bregdetare dhe në zonat luginore, era me shpejtësi deri 15 metër në sekond. Valëzimi në detet Jon dhe Adriatik do të jetë i forcës 2 deri 3 ball.